Përshëndetje të dashur miq. Marr shpesh pyetje të tipit si çfarë të bëj në lidhje me faktin që ndjej që energjia ime po harxhohet shumë shpejt, apo jam pa energji, apo më duket sikur diçka në mjedisin tim apo njerëzit përreth janë duke marrë këtë energji, por nuk di se çfarë të bëj që ta parandaloj apo çfarë të bëj më pas, e shumë të tjera si këto. Dhe sigurisht që unë mbaj shënim për çdo gjë që ne duhet të flasim dhe kur ndjej të arsyeshme që po tani është momenti i duhur, sigurisht që ne e ndajmë nëpër video, kështu që ju mund të ndani lirshëm mendimin tuaj, çfarë do lloj shqetësimi që të keni, dhe ne do ta ndajmë, do ta parashtrojmë dhe mund të punojmë edhe së bashku në lidhje me të gjitha këto. E ndjeva shumë të arsyeshme gjatë kësaj periudhe këtë lloj teme, sepse edhe vetë personalisht e ndjej që në një shkallë kolektive ne jemi gjithnjë më shumë të kontier në këtë periudhë pakës më të lodhur se zakonisht, pakës me më pak energji se zakonisht, dhe është një lloj si bateria e telefonit që harxhohet më shpejt se sa duhet ndoshta, dhe ju nuk e kuptoni pse. Pra ka një rrjedhje energjie aty, dhe kjo është më se normale për empatikët do thoja, dhe është prezente më së shumti në kohët e fundit, sepse edhe vetë njerëzit po bëhen më të vetëdijshëm për këtë fakt. Pra jo se nuk ka qenë prezente edhe më përpara, por tani po ju ushtrojnë më shumë rëndësi këtij fakti, sepse po ndodh kjo në një shkallë kolektive. Dhe prandaj jemi më pro kësaj teme. Do të ndalemi tek fakti pse ndodh. Pse janë empatikët më shumë të destinuar për këtë gjë? Dhe çfarë mund të bëni? Si mund ta parandaloni? Si mund ta evitoni komplet këtë gjë? Dhe do të shohim më pas se çfarë mund të na vijë rrugës për të folur, sepse gjithnjë dalin dhe më shumë gjëra të tjera. Pra si fillim, për çfarë jemi duke folur? Po flasim në lidhje me faktin që për shembull ju shkoni diku, takoni disa njerëz në rrethana dhe situata nga më të ndryshmet. Dhe papritur, në fillim jeni mirë, ose ndoshta për ju që jeni shumë intuitiv, edhe në fillim ju mund ta dini që ka diçka këtu, nuk më pëlqen të ri këtu, ndoshta e mira është të mos ri këtu, edhe pse çdo gjë duket në rregull, njerëzit janë shumë miqësor, midisi është shumë i bukur, ju e ndjeni diçka që nuk duhet të jem këtu tani. Ndoshta më e mira është të mos qëndroj, ose të mos qëndroj shumë, ose të vetëmbrohem energjetikisht. Për gjithë ju që jeni intuitiv, për gjithë ju që nuk jeni, nuk e kuptoni në hapat e parë se çfarë po ndodh. Pasi kaloni kohë me këta njerëz, çdo gjë duket shumë bukur, ju shkoni në shtëpi, vazhdoni punën tuaj. Pra ka dy grupe. Për ata që janë shumë të ndjeshëm, mund ta ndjeni që në moment dhimbje koke, lodhje, frustrim, një ndjesi sikur nuk keni më energji që në moment. Ndërkohë që përpara ishit energjetik, ishit gati për aventurë, ishit gati të takoni këta njerëz, dhe ndjeni këto simptoma. Për të tjerët, këto simptoma mund të shfaqen më vonë, ju shkoni në shtëpi, për shembull, vazhdoni ditën tuaj, dhe papritur kuptoni që keni dhimbje koke, jeni të lodhur, sikur energjitë tuaja shteruan, dhe për këtë grupin 2, është shumë më e vështirë ta kuptojnë që ishte e lidhur me këtë situatë, sepse simptomat ju ndjeni më vonë. Për grupin 1 që janë intuitiv dhe e kuptojnë në moment, është shumë më e thjeshtë që ta dalloni që takimi me këta njerëz apo ky mjedis vet ishte shkaku se pse ju patët këtë lloj, si të thuash, këto lloj simptomash dhe këtë lloj ndjesie që ju s'keni energji, dhimbje koke edhe shumë simptoma të tjera, që mund të jenë për shembull acarim, frustrim, sepse ju mund të merrni pra për empatikët, ju mund të merrni emocionet e tjerëve. Dhe kjo na lidh me, pra, po e quajmë tematikën 2 apo në vazhdimsi, se përse ndodh kjo, dhe përse empatikët janë më të destinuar për këtë, sepse gjithnjë empatikët pëlqej ti referoj si një spunxher, pa ofendim, por kjo është mënyra se si dhe unë e kuptoj, sepse dhe vetë jam shumë empatike, dhe kjo është mënyra se si e kuptova më mirë se çfarë po ndodhte me mua, dhe me të gjithë të tjerë që janë shumë empatik. Dhe jo se të tjerët nuk janë të ndjeshëm dhe s'kan ndjesi dhe nuk i ndjejnë të gjitha këto, por për empatikët është si një spunxher, i cili thith më shumë se sa po themi të tjerët. Dhe
merr nga çdo lloj drejtimi, çdo lloj ngjyre, çdo lloj esence. Thith pra të gjithë llojet e esencave të mjedisit përreth. Dhe në varësi të se sa empatik ju jeni, sepse ka shkallë të caktuara, ka tipe të caktuara, ne kemi folur për këtë, kemi bërë një video specifike, me sa mbaj mendun. Dhe kjo dikton më pas se sa të ndjeshëm ju jeni ndaj këtyre simptomave. Por gjithsesi për empatikët që i thithin të gjitha këto nga midisi, mund të marrin emocione të tjerëve, mendime të tjerëve, energji dhe për shembull ndjesi ankthi, mërzia, tarim, mendimet që mund të kenë të tjerët, ndoshta edhe negative, dyshim, ndoshta energji negative në kuptimin që ndjeni poshtë, ndjeni të mërzitur, ndjeni sikur papritur ky vibrimi juaj dhe energjia juaj pozitive u shterua dhe u mor nga dikush dhe u zëvendësua me diçka tjetër. Dhe kjo mund të ndodhë në një shkallë të nënvetëdijshme, si të thuash, sepse ndoshta edhe njerëzit e tjerë nuk e dinë që po e bëjnë këtë. Pra nuk e dinë që dashur pa dashur janë në kërkim të energjisë suaj dhe nuk e dinë që ndoshta ju amorën. Në shumicën e rasteve pra nuk e dinë dhe ne preferojmë që të jetë ky rasti që ata nuk e dinë dhe kjo ndodh pa dashur. Dhe nuk ka asnjë problem këtu, sepse ne duke e ditur që jemi empatik, duhet të dimë se si të ta menaxhojmë, si të vetë mbrohemi, që do të flasim më vonë për këtë. Pra kjo është arsyeja sepse empatikët janë shumë herë më të ndjeshëm dhe më pro dhe më të destinuar ndaj kësaj. Dhe prandaj jo më kot që ndoshta njerëzit mund të jenë shumë pozitiv dhe të tjerë nuk ju kuptojnë kur ju thoni që u lodha apo energjitë e mia shtruan pasi qëndrova këtu. Sepse të gjithë janë të lumtur, të kënaqur, ndoshta nuk janë kaq empatik sa ju, ndoshta nuk e kuptojnë këtë që ju po thoni. Dhe ju mund të ndjeni papritur vetëm dhe mund të mendoni ndoshta është problemi me mua, apo thjesht mund të filloni të mendoni mund të ketë një shkak tjetër. Por ndonjëherë, duke u bërë një herë, 2 herë, 3 herë, ju e kuptoni. Dhe e mira është i besoni vetes, sepse fundja ju duhet jeni të zotët e vetes dhe ta ndihmoni veten nëse doni të ndjeheni mirë dhe të mos ndjeheni poshtë dhe të, si të thuash, të kontrolluar nga të tjerët, por ju të jeni zotët e vetes suaj. Duke kaluar tani më te fakti se si ne mund ta parandalojmë. Ka shumë mënyra dhe teknika se si mund ta parandalojmë. Ndërto që mua më pëlqen vërtet shumë, dhe kjo ndoshta edhe nëse ju harroni ta bëni kur dilni nga shtëpia, por për ata që janë empatik, duhet të jetë e domosdoshme, për shembull kur dilni nga shtëpia, jo vetëm që të visheni, por të vishni sferën tuaj mbrojtëse energjetike. Që mund të jetë çfarë do lloj ngjyre që juve ju bën të ndiheni mirë, dhe ta imagjinoni që ju rrethon të gjithë trupin tuaj. Dhe brenda kësaj sfere ju jeni por si një fëmijë i mbrojtur kudo që ju të shkoni. Dhe mund të vendosni edhe synimin teksa e vishni këtë lloj sfere energjetike, që mund të jetë synimi çfarëdoshëm, për shembull, dhe mund të thoni faleminderit që po më mbron nga energjitë të tjerëve, faleminderit që po më ndihmon që energjia ime të qëndrojë tek unë dhe jo të largohet dashur pa dashur. Faleminderit që po më mbron nga syri i keq, faleminderit që po më mbron nga mendimet negative të tjerëve apo synimet negative, sepse dashur pa dashur ka njerëz të çfarë do llojshëm dhe mund të projektojnë tek ju energji negative, sy të keq e të tjerë. Dhe për të gjitha këto ju mund t'i pësoni më pas si simptoma dhe diçka mund të mos shkojë siç ju dëshironi në jetën tuaj, gjë që unë nuk e uroj për askënd dhe nuk e kuptoj se përse disa njerëz e bëjnë këtë, por e mira është të mbrohemi dhe ta dimë të mbrohemi kaq. Kjo është në dorën tonë. Kjo është mënyra perfekte që unë do sugjeroja. Nga ana tjetër, nëse ju harroni ta bëni këtë kur dilni nga shtëpia, kudo që ju të jeni dhe ndjeni këtë llojin e mbrojtjes, sepse ju duket sikur po cënohen kufit tuaj, pra nëse jeni të ndjeshëm, empatik dhe intuitiv, dhe ju e kuptoni që të tjerët po cënojnë këto kufit tuaj, mund ta formoni këtë sferë kudo që ju të jeni, thjesht ta vizualizoni, nuk ju merr as pak kohë. Kohën fakt është iluzion, po thjesht nuk ju duhet shumë dhe nuk ju duhet ndonjë ritual specifik, thjesht synimi juaj i pastër. Prandaj më pëlqen shumë si ritual, sepse mund ta bëj kushdo, mjafton synimi juaj i pastër dhe dëshira juaj dhe falënderimi juaj dhe funksionon. Dhe mund të mbani, e që po më vjen ndërmend tani, kisha kopa
pa e sjellë ndërmend të lloj rituali dhe në fakt është shumë i bukur, të mbani një qese të vogël. Qoftë edhe një si tip çante, çfarë do që ju të dëshironi. Unë preferoj këto çantat që janë si beze, do i quaja, sepse mbajnë më mirë kundër lagështirës dhe në çfarë do lloj kohe. Dhe ju të shkruani emrin tuaj në një letër dhe ta vendosni në këtë çantë dhe ta mbushni me krip. Kripa ka vetin që ta absorbojë çdo lloj energjie negative dhe synimi negativ që vendoset në emrin tuaj. Prandaj është e rëndësishme të shkruani emrin. Dhe duke që se kripa e absorbon, pas një farë periudhe ju mund të ndryshoni kripën, pra të hiqni kripën të vendosni një krip të re, por në momentin që ju e ndjeni që ka absorbuar më shumë se ç'duhet, apo nëse nuk ndjeni gjë, do sugjeroja në varësi të ndjesive që ju keni, pra kur e ndjeni që fillojnë përsëri simptomat, e ndryshoni, apo 2 javë, për shembull 3 javë maksimumi dhe më pas ta ndryshoni. Nga ana tjetër, ne kemi sugjeruar dhe ritualin që të vendosni në shtëpinë tuaj një tas me krip dhe të vendosni emrin tuaj të mbuluar me krip. Në krip Himalajesh, emrin tuaj në letër përsëri. Edhe kjo ndihmon në çfarë do lloj rasti që ju të mbrojeni nga këto energji negative dhe syri i keq. Këto janë disa rituale që po më vijnë tani. Sigurisht që mund të ketë shumë të tjera, por duke kaluar tani tek fakti se çfarë të bëjmë pasi ne jemi të impaktuar nga këtë energji, pra e zëm se nuk i bëm këto ritualet e mbrojtjes e tjerë tjerë. Jemi të impaktuar tani më nga këtë energji, sepse ndodh edhe mbrojtje më të madhe të bësh, unë e kam provuar vetë që ndonjëherë ndodh, sepse nëse jeni në një mjedis me më shumë se sa 100 persona, ndonjëherë dashur pa dashur diçka pra një farë energjie do ta merrni, sepse sado e fuqishme mund të jetë mbrojtja juaj, ka shumë individ sa që është energjia e tyre shumë herë më e madhe. Dhe nëse ka më shumë se sa 10 persona negative aty, do thotë që patjetër që mund të impaktojë diçka, nëse ju jeni shumë të ndjeshëm. Dhe ajo që unë sugjeroj është përsëri rituali me krip. Funksionon vërtet shumë, kur ju keni dhimbje koke, rituali me krip është dorë me 1, të vendosni pa krip në dorën tuaj. Dhe të thoni, për shembull, gjithë energjitë që unë kam marr, le të kalojnë te kjo krip. Kalojnë në dorën e djathtë. Kripa, ne thamë që ka vetin që absorbon këtë energji negative, syrin e keq, çfarë do lloj, dhe ju ndoshta nuk e dini, prandaj funksionon shumë mirë, sepse ndoshta edhe nëse ju nuk e dini se çfarë është specifikisht, kripa e merr përsëri, pra e di çfarë të marr, çfarë energjie të marr nga ju. Dhe ta shpërlani dorën tuaj me gjithë kripën, e cila duhet të tretet plotësisht në një lavaman. Mund të jetë çfarëdo lavamani, por e mira është në lavamanin e tualetit, sepse simbolizon edhe tualeti që ju po të çlironi këtë energji. Dhe derisa të tretet kripa, ju mund të shndroni aty dhe më pas do të shikoni dhe mund të thoni nëse kjo energji nuk është e imja, nëse kjo dhimbje koke nuk është e imja, le të kaloj te kripa dhe le të largohet bashkë me të. Dhe nëse vërtet nuk është e juaja dhe ju e keni marrë nga këto grupime, këtu duket, ajo do të largohet si me magji sapo kripa të largohet. Provojeni dhe është vërtet shumë e bukur dhe e magjishme. Nga ana tjetër sugjeroj shumë që të pastroni me Palo Santo. Nëse nuk e dini çfarë është, më është përfunduar pak, duhet filloj një të re, por që thjesht ideja që ta krijoni është dru, familje drurit, dhe ndihmon vërtet shumë që të kaloni tymin e Palo Santos, t'ju pastroj energjetikisht aurën tuaj nga këto energji të tjerëve. Edhe dhimbjen e kokës largon. Edhe Sherebela, por është pak më e fuqishme se sa Palo Santo dhe nuk e sugjeroj shumë, sepse është më e fuqishme. Nga ana tjetër të punoni me kristale, për shembull për dhimbjen e kokës, mua dorë me 1 shpeshherë ma largon ametisti. Ndjes sepse shumica e këtyre ritualeve më tregojnë tani në moment dhe nuk është se i bëra gati, do ishte mirë që ti kisha gjitha këtu gati dhe por që nuk ka problem. Pra ametisti mua më ndihmon vërtet shumë në momentin që kam dhimbje koke dhe dua që ta largoj në moment apo thjesht ta kthej në një vibracion më të lartë, sepse e mira është që nëse ne dimë çfarë të bëjmë me këtë lloj energjie, ne mund ta transformojmë këtë energji nga negative në pozitive. Por kjo është një shkallë tjetër më pas, dhe unë mund t'ju ndihmoj që ta bëni këtë. Mund të punojmë së bashku me seanca Reiki, mund të më kontaktoni. Jam shumë e lumtur t'ju tregoj që tani më
Është edhe më e thjeshtë për të më kontaktuar nëpërmjet website-it, ku ju mund të gjeni produkte të ndryshme, kristale të karikuara me Reiki, vajra të ndryshme afirmime, por edhe seanca që ne mund të kryejmë në lidhje me Reikin që mund t'ju ndihmoj pra në aspektin e edhe qoftë të largimit të syrit të keq, largimit të dhimbjeve të kokës, çfarë do lloj gjëje që ju të keni. Dhe nëse ju për shembull keni ametist dhe vendosni ametistin në pjesën e ballit tuaj si të dëshironi ju, dhe thjesht e falenderoni që po e largon këtë energji negative apo po e transformon në një lloj energjie pozitive për ju. Vërtet funksionon dhe do të shikoni se si dhimbja juaj do të largohet për punë minutash. Dhimbja e kokës. Është vërtet mikesha ime më e mirë në lidhje me kur vjen puna lidhje me dhimbjet e kokës apo qoftë në aktivizime të syrit të tretë që mund të keni që përjetoni dhimbje koke, mund t'ju ndihmoj ta vendosni ndërmjet syve tuaj, ndërmjet vetullave ose zona e syrit të tretë, që t'ju ndihmoj ju në lidhje me simptomat që mund të përjetoni. Nga ana tjetër, një ritual shumë i bukur është edhe ai i dushit. Nëse ju ndjeni që keni shumë energji dhe bëni një dush, qoftë ta vizualizoni një farë dushi që po ju pastron aurën tuaj, një dush me kristale, një dush me ujë të pastër dhe të kulluar, ju ndihmon shumë që ju të pastroni aurën tuaj nga këto energji. Por qoftë edhe nëse nuk e bëni dot pjesën e vizualizimit, ju ndihmon të shkoni dhe të bëni një dush aktualisht. Dhe të mendoni që uji po pastron të gjithë pjesët e aurës suaj që mund të jenë bërë, dhe ndoshta në vizualizimin tuaj mund të shfaqet si me njolla. Pra për gjithë ju që ju pëlqen të vizualizoni, këto pjesë që mund të keni akumuluar nga të tjerët mund të duken si njolla të zeza në aurën tuaj. Aura është fusha energjetike që na rrethon dhe mund të jetë me ngjyra të ndryshme në varësi të secilit prej jush dhe mund të ndryshojë me kalimin e kohës. Dhe në këto momente kur ju ndjeheni në këtë lloj energjie, ajo mund të jetë me njolla të zeza. Mund të jetë me njolla kafe, mund të jetë e gjitha e zezë në rastet që keni akumuluar më shumë se ç'duhet. Dhe ju të vizualizoni që dushi po pastron gjitha këto njolla, ashtu sikurse të pastrohej një, për shembull, këmishë e bardhë nga njollat, e njëjta gjë. Dhe ndjeva tani blokimin në çakrën e fytit, sepse kjo vërtet e gjitha kjo temë që ne folëm lidhet shumë me faktin që ju keni vështirësi të komunikoni kufijt tuaj. Pra keni vështirësi të thoni që unë po largohem tani sepse u lodha, mund të thoni të vërtetën, po largohem sepse kam nevojë të qëndroj pak vetëm, kam nevojë të relaksohem pakës. Pra ju mendoni që do të mërziten këta njerëz, ju mendoni që është turp sepse unë tani erdha dhe ne kemi lënë takimin edhe shumë të tjera. Dhe kjo mund të shkaktoj bllokime në çakrën e fytit, pra ju mund ta keni të bllokuar, por edhe kjo mund të ndikojë negativisht sepse në momentin që ju nuk flisni të vërtetën, qoftë edhe një herë, shikohet si një cënim që po i bëni vetes suaj dhe nevojave tuaja bazike, dhe duket sikur ju ktheheni në armik të vetes. Prandaj dhe trupi fillon dhe na sinjalizon që kjo nuk është diçka që duhet bërë. Ne gjithmonë duhet të themi të vërtetën dhe duhet të jemi aty për veten tonë, të flasim të vërtetën tonë. Sepse njerëzit na respektojnë më shumë. Mos mendoni që do t'ju ngelet qefi. Ndoshta do t'ju ngelet qefi atyre personave që duan të na i cënojnë këto kufi dhe duan që ne të dalim nga vetja që të bëjmë diçka për ta. Por njerëzit që na duan vërtet dhe njerëzit që duke qenë se na duan përpiqen të na kuptojnë, gjithnjë na respektojnë më shumë në momentin që ne themi që për shembull tani më kam nevojë të qëndroj pak vetëm. Kjo është ajo që mua më pëlqen për shembull. Kjo lloj bisede nuk më pëlqen dhe thjesht unë nuk ju diktoj dot që ju të mos ta bëni, por nuk dua të jem pjesë e saj. Kjo është mënyra se si ju mund të komunikoni kufijt tuaj në një mënyrë dhe të mirësjellshme, pra jo duke ofenduar dikë tjetër. Këto janë ato që po ndjej për ju. Shumë gjëra të reja dolën që nuk i kisha parashikuar që mund të dinin, por kështu ndodh gjithnjë. E bukur është që ka raste që e planifikoj se çfarë do të flasim në gjatë meditimit tim. Disa shumicën e gjërave po themi i them në disa momente, por ka raste që ndryshon komplet tema dhe flasim për gjëra të tjera që dalin papritur dhe më pëlqen vërtet shumë sepse ndonjëherë shërben si mesazh edhe për mua.
Shumë faleminderit, do doja shumë të dija se si rezonuan këto mesazhe me juaj, ju ndihmuan, do doja vërtet shumë dhe uroj vërtet shumë t'ju ndihmoj në rrugtimin tuaj. Dhe jam këtu për çfarë do lloj gjë që ju të dëshironi. Ju rikujtoj edhe një herë në lidhje me pjesën e website-it, jam shumë e lumtur të punoj me ju, jam shumë e lumtur që tani më u lehtësua mënyra se si ne mund të lidhemi së bashku dhe jam i lumtur të jemi kesha juaj në rrugtimin tuaj. Shumë faleminderit, shihemi video tjetër, mirupafshim.